Ky njëri ka vratë 3 vetë, ka shit 2 ton drogë, i ma prap villat e hotelet, na për Shqipëri, kjo punë të regoj që s'ka eficiencë. Në qofë se këto nuk shkojnë me godit parat e krimit, ato kriminalet nuk e kam përgjallë me bëllë 5 vjetë burg. Ta shi po them, shenjat janë pozitive, shumë të vashta, po gjithsesi pozitive. Se s'ka ndodhë në jerë në Shqipëni, që të marim qa ministra në burg e ishë presidenta. Dhe me thënë ka shku, ka në ataku, deri aty ku deri djetë nuk është ataku. Kjo është pozitive. E keni fjallën për zëvëndës për gjithë për këto pra që po flasim. E para. E dyta, procesi është nga daltë për mu. Pse është nga daltë? Kur do të hapësh një çështje sensitive që ka të bëjë me politikën, duhet ta myllësh shpejt këtë punë. Se nuk zvarritet kjo, se do pëcoj procesi vetë, sulmin e politikës, si që ka ndodhe. Tu kemi gjyqi që të rrigjen 5 vjetë me radhë politikën e i farë mënyre, ose që kanë të bëjnë me subjekte politike, edhe që s'janë mëllë. Kjo punë do mëllë. E dyta. E treta, hapësira, bashkësia mbi cilën operon SPAK-u është zjeru shumë. Sot ti, e kënë të gjuti që unë të shkojnë SPAK. Gjdo njëri shkojnë SPAK, se i kam vjetë dyqanin, e ku e dioni, i kam bëjnë gjë. Pra s'mund të merret SPAK-u me gjitha, do të ketë selektivitet. 20 prokuror. Ta thash, kjo bashkësia SPAK-u të sa kjo tavolina madhe sot. Unë du të bëjë sa kjo e vogla. Që të merret me ato 200 vetë që merret me politikë, deputet, ministra, kryetar bashkie, kaq, edhe me 20 banda, që janë në për atje lidhë me ndërkombëtarën. Qofse ti do merresh dhe me hajdut të trenave, drejtë do në qërë i ndodhë SPAK-u. Kjo e nga dalson? Po, sigurisht. Jo, vetëm e nga dalson, po dhe justifikon ato që s'dun punojnë realisht. Sa i thotë, unë kam shumë punë, kemi kaq dosje, se mbyllim dot, se bëjmë dot, është justifikim kjo. Sepse prioritetet nuk jetë cakton njeri aty, një caktojnë vetë. Edhe i thotë, unë mora me çështjen e Durrësit, unë mora me këtë fabrikën e vajt, blushje. Toti se ka gjithnjë nga këto histori në Shqipëri. Ndërsa për mendimin tim, to duhet merren vetëm me këtë, ta thash, bashkësi të ngushtë. Dhe funda fare, që duhet i bëjnë tyre njerëzve, dhe më thënë, t'i japin mundësit financiare. Dhe porosia në qofë se kam drejt me dhënë një mendim, është që përsa ko nuk sekuestrohen parat e të korruptumve dhe kriminelve, atje kjo punë nuk ka eficiencë në Shqipëri. Do me thënë, hy njërin burg, del prej burgut, vazhdon e tjetë milioner, tjetë fabrikant, hy njëri ka vratë 3 vetë, ka shit 2 ton drogë, i ma prap villat e hotelet, na për Shqipëri, kjo punë të regoj që s'ka eficiencë. Në qofë se këto nuk shkojnë me godit parat e krimit, ato kriminalet nuk e kam përgjallë me bëllë 5 vjetë burg, dhe 10 vjetë burg, edhe ke politika me sa kemi pa. Nuk i shqetësora. Shumë po e për që i ka dalë turpi.